Qa mendon ti, Leila? A i ki pa, për shembull, në reality show të cilat po shpërthejnë komentet në rrjetet sociale si është në mundur të mos se pastrojnë grimin rreth 3-4 ditë? Po, realisht nuk është në rregull për lëkurën. Ti ki punu edhe me disa prej tyre, apo jo? Po, kemi punu. Edhe sot je hera parë, je shfaq. shfaq. Se i kam disa pacientet rregullta, ndoshta s'ka grimere që shkojnë non stop edhe s'kan qa me ba. Jo, realisht nuk e shoh si duhur, po ajo zgjidhja e tyre. Ti kështu njihesh si doktoresha e VIP-ave. Si kanë arrit VIP-a që të vinë edhe të përzgjedhin ty? Nga puna jota, apo mendojnë që këtu ka luajtur rol edhe marketingu shumë i mirë? Na jemi një staf, nuk jam e vetëm, jam te klinika. Ndërkohë regjia na shfaqni edhe video të lutem. Po, nuk jam vetëm unë, domethënë jemi një staf i gjerë, edhe besoj puna. Puna është ajo që arrin, edhe reklama, let rol, po jo. S'kisha thonë se vjen një herë, nuk vjen më. Domethënë unë kam shumë që i vinë disa herë, edhe që i shihen. Këtu po du më ndërlidh pak edhe të një video të cilën e pash në rrjetet sociale ku me një farë mënyrë e kicek që po e pregaditi darkën e Benitës. Sipas teje, tash që po e shen në kamera, a të pëlqen rezultati të cilin ajo e ka vendos në anën e pasme? Sepse është bërë nga te, apo? Po, ka një rezultat brenda strukturave të trupit, nuk i di sa e keni pa. Nuk e ka të prumë, varet edhe çka vesh, po, është okej. Regona sa mililitra. Mdoket e ka thonë Benita. E ka thonë Benita, po jo. Sot mdoket e ka thonë, apo jo? Na e ruajmë pak edhe privatësinë deri aty ku dëshiron pacienti. Te ti kom pa personazhet shumë të publik, ndërta edhe Luizelli. Ka bo ndërhyrje Luizelli, apo ishte vetëm marketing? Po, ka bo, amo jo me të pru. Domethënë thjesht një relaks të rrullave. Për Blerën s'po flasim. Po, ma mi më slet. Jo, është një gjë që Blero normalisht ka trajtu rullat dhe i ka dhënë një hidratim lëkurës, po ai ka dalë me njëherë në ka pas më duket emisione. Në intervista. Edhe normalisht duen 3 ditë deri në 2 javë mu stabilizu. Edhe diçka shumë shkurt, para martesës, Blero, a erë njerë të ti? E pas ka sot me Bleron të ka me Bleron. Dhe më thonë, fillimisht të ti, adresa e sigur të ndryshimit. Të dë, dhe më thonë të dë kanë ardhë para se më martu, edhe Blero edhe Edhe u duken shkëlqyshëm, kështu që komplimente. Jo, faleminderit shumë, po realisht po, i ka bo ndoshta të është edhe dëshira shumë pacientave, po na nuk e teprojmë, po Blero prapë ceku ka dalë me njerë një intervist. Tani ato që i bojnë të ndërhyrja janë të vetëdijshëm që 3 ditë deri në 2 javë, ekziston edema, do me thonë varet të lëkurës, dikush krijon e intje më të madhe, dikush më të vogël. Po, me po tash është super, është shumë i kënaqur. Leila, të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë personazhit publik me i